Vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe ato kandidate angazhohen të bashkërendojnë veprimet në luftën kundër terrorizmit dhe emigrimit të paligjshëm, e përfaqësuar nga ministri Tahiri në takimin e ministrave të brendshëm në Luksemburg. Shqipëria garantoi angazhim maksimal në luftën kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar në tërësi. Takimi i ministrave të brendshëm të Bashkimit Evropian dhe vendeve kandidate dhe të rajonit në Ballkan është një hap i rëndësishëm për koordinimin dhe bashkëpunimin e ngushtë ndërmjet nesh për të bashkuar energjitë dhe forcat për të luftuar terrorizmin dhe për të garantuar siguri jo vetëm për vendet e Bashkimit Evropian, por edhe për vendet e rajonit Ballkanit. Dhe në këtë kuadër, roli i Shqipërisë është padyshim rol kyç për të kontribuar me forcat e saj në reformimin e sektorit të sigurisë, po edhe në hapat dhe masat që janë marrë dhe që do merren me partnerët tanë kryesor për të garantuar më shumë siguri për qytetarët tanë dhe për qytetarët në Bashkimin Evropian. Në takimin e Luksemburgut që ka kryesimin e radhës të BE-s u vendos koordinimi i agjendave për të ndalur migrimin e paligjshëm për të mos u kthyer në shqetësim për qytetarët në Bashkimin Evropian.